shoqatën e bashkive dhe shoqatën e qarqeve, të cilët janë pjesë e komisionit që do të përzgjedhë drejtuesin e Akademisë Pushtetit Vendor. Besoj do të finalizohet tashmë brenda muajit mars, siç kishim parashikuar, e gjithë struktura e cila do të jetë më pas e fokusuar pikërisht tek ato të cilat janë sfidat e Pushtetit Vendor. Vjen shumë mirë që në fakt pas shpalljes publike të kësaj vakance kanë qenë rreth 22 aplikime të cilat janë dorëzuar dhe procesi do të jetë shumë transparent në bashkëpunim edhe patjetër me partnerët e tjerë. Kur flasim për paketën e maleve, unë besoj që tashmë ne po futemi në atë fazën kritike nga pikpamja e rezultateve që ne presim, siç përmendëm edhe disa javë më parë, ne brenda muajit mars presim rastet e para të suksesit, të cilat do të marrin miratimin në nivel vendor nga bashkitë. Vazhdojmë me përparësi miratimin e gjithë zonave prioritare që bashkitë propozojnë. Këtë javë në mbledhjen e radhës qeverisë do të kemi, në mos gaboj, rreth 8 bashki të cilat do të miratohen zonat prioritare. Ne do të vazhdojmë më pas edhe me bashkitë të cilat kanë mbetur për sa i përket miratimit të zonave prioritare dhe kuptohet që pas miratimit të zonave prioritare me vendim Këshillit të Ministrave, bashkitë janë të hapura dhe kanë gjithë, po i quajmë, kornizën ligjore në dispozicion për të vazhduar më pas për trajtimin e të gjitha kërkesave që vinë në territor. Siç e përmenda, në fund të muajit mars ne shpresojmë shumë që disa prej bashkive që kanë kaluar fazën e miratimit të zonave prioritare në fillim, tashmë janë në fazën ku do të kalojnë rastet e para të suksesit në këshillat bashkiake. Pas miratimit të aplikimeve në këshillin bashkiak, të interesuarve ose përfituesit më pas do ndjekin hapat e përcaktuar për sa i përket marrjes së lejes ndërtimit e tjerë me radhë në institucionet përkatëse. Por ajo çfarë ne jemi duke ndjekur me shumë përparësi është miratimi i zonave prioritare dhe më pas publikimin e tyre dhe marrjen e interesit nga të gjitha ata të cilët preken pozitivisht nga paketa e maleve, që të bëhen pjesë e kësaj nisme dhe patjetër që më pas ajo çfarë ne presim në territor do të jetë një impakt i jashtëzakonshëm. Nuk dua të ndalem gjatë tek paketa e maleve sepse besoj që e kemi prekur disa herë, dim të gjithë rëndësinë që kjo paket ka për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal, sidomos në zonat caktuara të cilat janë prioritare, sidomos në fushën e turizmit dhe mikpritjes në tërësi, prandaj ne besojmë fort që Ju përshëndes të gjithëve, do të shkojmë një herë drejt për së drejti, po vijon konferenca për mediat e Ministrit të Shtetit për pushtetin vendor mbi nismat e pushtetit vendor. Ndjekim. Unë përmenda herën e kaluar 2 nisma, siç ishte Afmisi dhe digitalizimi i shërbimeve vendore. Për Afmisin janë duke u ngritur grupet e punës në mënyrë të koordinuar me Ministrin e Financave dhe me Akshin. Ndërkohë për digitalizimin e shërbimeve vendore, ne jemi duke punuar ngushësisht edhe me Bankën Botërore, po ashtu dhe me Akshin, për vazhdimin e këtyre 2 nismave, të cilat janë shumë të rëndësishme, që brenda 2026 do të marrin formën e duhur dhe ne të shikojmë pastaj në territor, të shikojmë rritjen e performancës nga pikpamja administrative bashkive, përmirësimin e shërbimeve që qytetarët marrin, uljen e kosteve, rritjen e aksesit, të cilat janë shumë të rëndësishme për sa i përket ndërveprime që bashkitë, që pushteti vendor ka me qytetarët në territor. Po ashtu për sa i përket grantit performancës, ne jemi tashmë duke punuar ngushësisht me bashkitë e forta, me partnerët tanë, si ata zviceran dhe suedez, për të ndryshuar metodologjinë në krahasim me vitin 2025. Metodologjia për vitin 2026 do të përfshi si tregues matës edhe matjen reale të shërbimeve që jepen në territor. Ne nuk do të bëjmë thjesht një vlerësim për sa i përket plotësimit të kuadrit të akteve të cilat bashkitë duhet të kenë në territor, siç mund të jenë planet strategjike, planet e veprimit për funksione të caktuara, por ne do të përqendrohemi që në disa prej këtyre funksioneve do të shikojmë shërbimin fundor, atë çfarë qytetari
çfarë qytetari përfiton. Dhe besoj që kjo metodologji do të jetë publike, aq më tepër sidomos duke filluar me bashkitë brenda pak jave, në mënyrë që bashkitë fillojnë të kenë kohën që në fund të vitit 2026 ne të bëjmë matjen e gjithë treguesve bazuar në këtë metodologji dhe patjetër financimin e bashkive në kuadër të grande performancës. Për reformën territoriale, kuptohet që nuk e lash në fund për nga rëndësia, por besoj që mbase mund të jetë edhe tema ku mund të kemi edhe më shumë pyetje. Besoj që unë isha relativisht i qartë herën e fundit për sa i përket hapave që ne do ndiqnim për reformën territoriale. Komisioni i posaçëm në parlament tashmë është duke definuar metodologjinë që ata do ndjekin për sa i përket po e quajmë turit dëgjimor që do ndodhin në territor apo vetë seancave dëgjimore që do ndodhin në komisionin e posaçëm. Që të jemi sinqert, pritshmëria ime ka qenë që komisioni të ecë më shpejt, gjithsesi unë nuk do të ndalem në çështjet që kanë të bëjnë ngushësisht me funksionimin e komisionit të posaçëm. Ajo çfarë unë do doja të nënvizoja është fakti që ne si qeveri qëndrojmë fort parimeve të transparencës për këtë proces. Ne besojmë shumë që duhet me patjetër të ketë një informim jo thjesht të institucioneve që janë të përfshira në këtë reformë, por patjetër dhe vetë qytetarët dhe grupet e tjera të interesit duhet të kenë zë në këtë proces. Unë besoj sa më shpejt ne fillojmë të gjithë platformën përsa i përket marrjes mendimeve, qoftë të bashkive, qoftë të qarqeve, por qoftë të grupeve të interesit, por të qytetarëve në fund ditës, unë besoj që është shumë më mirë për vetë procesin. Në cilin do rast, unë mendoj që pavarësisht metodologjisë që do të përcaktohet nga komisioni bipartizan, qofse mund ta përkufizoj kështu, në cilin do rast, unë besoj që turet në vend duhet të bëhen me patjetër, ministria e mbështet fort këtë proces dhe patjetër që ne do të luajmë dhe rolin ton për të përfshirë në territor të gjithë aktorët lokal që t'i japin mendimet, qëndrimet, sugjerimet e tyre për sa i përket reformës territoriale. Kuptohet që nga vetë mënyra se si ne ndërtuam këtë proces, arsyeja pse procesi duhet filloj nga komisioni i posaçëm është e thjeshtë sepse atje janë të gjitha palët politike të përfaqësuara në komision. Dhe unë shpresoj shumë që të gjendet një konsensus për sa i përket hapave që duhet të ecim, që duhet ndjekim gjatë javëve që kemi përpara dhe besoj shumë që tashmë ne nuk kemi më kohë për ta trequr procesin dhe ngadalësuar procesin, por besoj që komisioni duhet të ketë rolin e vetë për të luajtur, i cili do të jetë shumë dinamik, por patjetër dhe ne do të bëjmë atë çfarë ne mundemi me Agjencinë e Veçërisë Vendore, por patjetër edhe me partnerët për të kuptuar realisht dhe për të facilituar këtë proces i cili është shumë i rëndësishëm. Siç e kam përmendur, ne besojmë që kjo do të jetë një reformë e bazuar në të dhëna, ne besojmë që kjo do të jetë një reformë e cila do të jetë transparente, ne besojmë që do të jetë një reformë e cila do të jetë gjithëpërfshirëse. Ne nuk kemi një qasje për sa i përket që reforma do të shkojnë këtë drejtim apo në një drejtim tjetër për sa i përket numrit të bashkive etj me radhë, por unë këtu doa të nënvizoj faktin që ajo çfarë është e rëndësishme është që duhet kuptojmë që një reformë territoriale edhe nga pikpamja e ndërlikimit real që sjell kjo reformë për sa i përket performancës bashkive nesër, lidhet ngushësisht me funksionet e bashkive. Dhe kjo kërkon një punë shumë të kujdesshme, qoftë nga komisioni, por dhe gjithë aktorët e tjerë për ta bërë këtë reformë të atill e cila t'i duroj faktorit kohë. Ne nuk duhet të mendojmë që kjo do të jetë një reformë afatshkurtër, por ne duhet të mendojmë që do të jetë një reformë e cila i përgjigjet më së miri atyre të cilat janë sfidat që ne presim që do të kemi dhe do të ballafaqohemi në vitet që kemi përpara. Qoftë ato që vinë si rrjedhoi e integrimit Bashkimit Evropian dhe peshën që bashkitë kanë në këtë kuadër, por vetvetiu dhe vetë sfidat që territori ka sjell, qoftë për ndryshimet që ne kemi në territor, por dhe sfidat dhe kërkesat që vinë si rrjedhoi e nevojave që qytetarët kanë në çdo cep të Shqipërisë. Prandaj besoj që
reforma territoriale ka një rëndësi shumë të madhe, sepse vetvetiu krijon një kuadër shumë të gjerë dhe krijon kushtet e dhura që të gjitha sfidat që ne kemi në nivel lokal t'i përgjigjemi më mirë nesër, duke pasur bashki të cilat realisht kanë funksionet e dhura dhe lirinë e dur dhe fuqizimin financiar e dur për t'i dhënë përgjigje këtyre sfidave. Nuk po e zgjas më shumë sepse besoj që pyetjet do të ishin më shumë vlerë. Faleminderit. Mola Luku nga Vision Plus. Zoti ministër, duhet të rikthehem pak paketës së maleve. Ju sapo thatë që është miratuar, disa bashki kanë miratuar zonat e tyre prioritare, ndërkohë që pritet edhe miratimi nga bashkitë e tjera. Dua të di, sa ka shkuar numri i aplikantëve për të përfituar nga kjo nisëm dhe a kemi ne një afat për të nxjerrë dhe përfituesit e parë? Faleminderit. Numri i aplikantëve, të cilët në fakt ndryshojnë ditë pas dite, orë pas ore, sepse aplikimet bëhen pranë bashkive ku të interesuarit referohen. Sot që ne flasim, ne jemi të një shifër rreth 400 aplikime, por duhet kuptojmë, po flasim për këtë 400 aplikime të cilat kanë probabilitet shumë të lartë suksesi. Nuk po flasim për shprehje interesi në këtë fazë. Po flasim për aplikime të cilat janë brenda zonave prioritare që janë shpallur dhe janë në bashkitë të cilat e kanë kaluar dhe miratuar zonat prioritare. Dhe prandaj unë jam besim plot që me ritmin që ne jemi duke ndjekur, besoj që targeti prej 1000 aplikimeve deri në fund 2026 është shumë i realizueshëm, që të jemi sinqert mund të ketë një probabilitet jo të vogël që ai të tejkalohet, por le t'ja lëm punën bashkive që ta ndjekin këtë proces. Ne jemi duke bërë çmos që të asistojmë bashkitë në këtë moment, sepse vetë miratimi i zonave prioritare ka një procedurë të caktuar, qoftë nga pikpamja teknike, që nuk është automatike ose e lehtë edhe për vetë bashkitë. Por ne jemi duke bashkëpunuar fort dhe me AKPT-n, edhe me Asigun, edhe me bashkitë, që ta bëjmë këtë proces të aplikimit nga ana e bashkive për zonave prioritare sa më të shpejt, dhe pas miratimit të zonave prioritare nga qeveria, nga Këshilli i Ministrave, patjetër pastaj që të gjithë interesuarit aplikojnë në nivel lokal dhe vetë bashkia pastaj duhet ndjeki hapat që vetë ligji parashikon. Duhet bëj verifikimin territor, duhet bëj njoftimet publike për 45 ditë. Momentin që këto hapa shkojnë ashtu siç duhet, shkon në Këshill Bashkiak, merr miratimin e Këshillit Bashkiak dhe më pas aplikuesit me vendimin e Këshillit Bashkiak mund të ndjekin hapat që kanë të bëjnë me lejen e ndërtimit e tjerë me radhë. Por pavarësisht jam prudent nga natyra, por jam me shumë nota pozitive për sa i përket procesit. Procesi vetvetiu akoma nuk e tregon atë çfarë do të ndodhi nga pikpamja e aplikimeve të suksesshme, sepse kjo ishte një fazë e cila më shumë është një fazë rregullative, por unë besoj që duke ecur shpejt me fazën rregullative, besoj që shumë shpejt do të kemi një produkt real dhe produkti real do të vijë shumë shpejt edhe në numra të konsiderueshëm. Sepse vetë bashkitë janë të interesuar që ta çojnë para këtë proces. Edhe unë duhet ta nënvizoj këtë fakt që arsyeja pse ky proces po ecën mirë është sepse vetë bashkitë e kuptojnë se sa instrument i rëndësishëm është ky për vetë bashkitë për zhvillimin ekonomik lokal. Dhe kjo ka qenë që në ditën e parë paketa e maleve, që paketa e maleve duhet të kuptohet, përqafohet nga vetë bashkitë për të kuptuar që ky është një instrument real që ato mund ta përdorin për zhvillimin e territorit. Geriola Hate, Top News. Sa i takon reformës territoriale, ju e cekët edhe në fjalën tuaj se ka një domosdoshmëri që të ndërhyjë dhe tek funksionet e bashkisë. Në vlerësimin tuaj si ministër, por edhe si ish kryetar bashkie, cilat janë ato shërbime të cilat sot nuk ofrohen nga bashkitë, por që do të ishte më eficiente nëse kalojnë si kompetencë e pushtetit vendor. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë ka të bëjë me performancën financiare të bashkive. Në vlerësimin tuaj, cilat janë ato bashkitë cilat kanë hasur problematika sa i takon pikërisht performancës financiare? Faleminderit. Të flasësh për funksionet është shumë kompleks, sepse vetë funksionet që bashkitë sot gëzojnë ka një numër i konsiderueshëm, por në të njëjtën kohë patjetër unë besoj fort që ka vend që disa shërbime, disa funksione
unë besoj që mund të ofrohen në cilësi më të mirë për qytetarët në nivel lokal. Sepse vetë marrëdhënia e qytetarit me institucionet, me ata të cilët kanë përgjegjësinë dhe besimin e votuesve për të garantuar dhe për të ofruar shërbime më të mira, patjetër është në nivel vendor. Unë këtu nuk do të ndalem në funksione specifike, por unë jam i bindur që ashtu siç ne kemi eksploruar dhe si qeveri më parë, ka funksione në fushën e shëndetësisë, të cilat realisht bëjnë shumë sens ku bashkitë mund të marrin një rol më të madh lokal për të garantuar funksionimin, garantuar infrastrukturën lokale, për garantuar në një kohë dhe funksionimin dhe ofrimin e shërbimit brenda disa standardeve dhe në kohë për qytetarët. Arsimi mund të jetë një fushë tjetër e cila mund fare mirë të eksplorohet mundësia se si bashkitë mund të kenë një rol më të madh. Duhet kuptojmë që në 2015 bashkitë morën një rol, po marr arsimin për shembull, ku arsimi parashkollor kaloi në përgjegjësi të bashkive dhe një rol për sa i përket sidomos infrastrukturës, për atë para universitar i kaloi bashkive dhe unë mund të them me plot bindje që absolutisht ka qenë një sukses. Sot shërbimet në fushën e arsimit si atë parashkollor, por dhe atë para universitar, janë shumë më mirë si rrjedhoj e rolit që bashkia luan territor. Kuptohet, për vetë veçantinë që ka arsimi, është një rol i cili ngushtësisht është i koordinuar me Ministrinë e Arsimit, se mos flasim për standardet, por nëse ne flasim për infrastrukturën, nëse ne flasim për shërbimet për kopshtet dhe çerdhet, nuk krahasohet që ato janë shumë më mirë se para 10 viteve. Dhe kjo është fal punës që bashkitë kanë luajtur në territor. Dhe unë jam i bindur që ka shumë funksione tjera, të cilat realisht ka argumenta shumë të fortë. Dhe kjo është një ndër çështjet që duhet diskutuar me patjetër dhe në mënyrë shumë transparente dhe nga vetë komisioni. Dhe kjo është arsyeja pse ne mendojmë që një reformë gjithëpërfshirëse, një reformë e cila i krijon mundësinë që të gjithë aktorët të japin mendimet e tyre, unë besoj që e bën atë shumë më të mirë dhe unë e kam bindje dhe kjo është qasja e qeverisë që në fakt reforma shpeshherë deri diku keq kuptohet kur mendohet që reforma territoriale ka të bëjë me kufit. Në fakt funksionet janë më të rëndësishme se kufit, sepse nëse ne kemi bashki të cilat realisht e kanë kuadrin, po e quajmë rregullativ, ligjor, funksionet e duhura, i kanë aty ku në ato nivele që duhet i kenë dhe i krijon bashkive mundësitë që ato realisht të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarit, është shumë e rëndësishme se sa e madhe dhe e vogël është një bashki. Sepse ne mund të kemi bashki më të mëdha, po nëse mbartin sfidat që ato kanë pasur dje, nuk do të thotë që kemi bërë në një zgjidhje shumë të madhe. Prandaj unë besoj fort që funksionet janë shumë të rëndësishme. Me që më bëri një pyetje si kryetar bashkie, po e them dhe janë dhe shumë i lumtur që qeveria shqiptare është shumë e hapur për të eksploruar mundësitë që pse jo ne të vazhdojmë edhe me procesin e decentralizimit, por në të njëjtën kohë të jemi po ashtu të hapur për të vlerësuar që disa prej funksioneve të cilat e kanë kaluar bashkive përpara 10 viteve, nëse ato nuk janë arritur të absorbohen nga bashkitë për arsye të ndryshme, mund të kenë qenë financiare, mund të kenë qenë për shkak të kapaciteteve njerëzore, ne duhet jemi të hapur për të menduar se ku ato funksione duhet të jenë më mirë. Domethënë ky duhet të jetë një proces i hapur. Dhe unë besoj që nëse ne nisemi me qëllimin e mirë për të bërë bashkime të forta nesër, unë besoj që sot nuk ka asnjë aktor që mos bie dakord për ca gjëra të cilat realisht janë strukturore dhe që garantojnë funksionimin e bashkive ashtu siç ne të gjithë duam dhe mbi të gjitha qytetarët kërkojnë që ato të kenë shërbime më të mira. Po, më fal se u zgjata unë edhe. Pyetja e dytë ishte për? Po. Një ndër efektet më pozitive që ka pasur reforma është shëndeti financiar që bashkitë kanë sot. Bashkitë sot janë shumë të shëndetshme financiarisht se që kanë qenë përpara 10 viteve. A kemi ne bashkitë cilat kanë kaluar probleme? Absolutisht po, ato janë të dhënat zyrtare që Ministria e Financës i publikon duke marrë riskun financiar që mund të ketë secila prej bashkive, por unë duhet të përmend faktin që situata që ne kishim përpara 2 viteve sot nuk është më, sepse qeveria ka ndërhyrë
duke mbështetur financiarisht, sidomos bashkitë të cilat kanë pasur probleme financiare, dhe unë këtu dua t'i referohem vetëm aktit normativ të fund vitit 2025, ku qeveria shqiptare ka kaluar dhe ka financuar njësitëve qeverisë vendore me 15 milion euro, sidomos duke i dhënë një persh specifike bashkive të cilat kanë pasur më shumë detyrime të prapambetura. Sot që ne flasim, që të jemi sinqert, borxhi që bashkitë kanë është në përqindje absolutisht jo problematike. Ka disa bashki që e kanë këtë raport më të madh dhe është krejt normale, por nëse ne shikojmë nga pikpamja sistemike, bashkitë janë shumë të shëndetshme financiarisht, nuk kanë detyrime të prapambetura në nivelet të cilat mund të krijojnë probleme në sistem. Ne kemi diku tek 3-4 bashki që kanë akoma le themi një detyrime të prapambetura të një niveli që patjetër duhet të punojnë më shumë dhe qeveria është aty për t'i mbështetur akoma dhe më shumë, por duhet të përmend që vetëm 2 vitet e fundit qeveria mund të ketë kaluar financim vetëm me aktet normative flas në fund vitit që kanë qenë fokusuara sidomos për uljen e detyrime prapambetura rreth 40 milion euro. Kështu janë shifra të konsiderueshme, prandaj ky borxh ka ardhur duke ulur. Por duke thënë këtë, kjo nuk do të thotë që ne duhet të shlyejmë detyrime prapambetura dhe bashkitë të vazhdojnë prap të akumulojnë detyrime prapambetura. Rritja e përgjegjësisë financiare dhe mirëqeverisja lokale është shumë e rëndësishme. Dhe prandaj sistemet të cilat unë përmenda pak më parë, sidomos AFMIS-i, që është një sistem digitalizimi i menaxhimit financiar në nivel vendor, është shumë i rëndësishëm për të rritur nivelin e nivelin e qeverisjes financiare nga bashkitë. Prandaj instrumentat që jemi duke përdorur dhe nismat që jemi duke bërë është pikërisht për këtë, që jo thjesht ne të kurojmë një plag, por mbi gjitha ne duhet ta shërojmë atë plag që nesër bashkitë mos ta përsërisin me ato probleme të cilat kanë akumuluar ndër vite. Greta Bullari, ABC News. Zoti ministër, a janë gati sot bashkitë për t'ju përshtatur sfidës antarësimit në Bashkimin Evropian, si që ju e cekët pak më parë, dhe si do të ndikojë harta e re territoriale në këtë drejtim? Flasim për ndarjen që mund të ketë edhe në raport me fondet që bashkitë do të tërheqin në të ardhmen, ndërkohë që më lejoni edhe një pyetje tjetër që ka të bëjë pikërisht me sezonin turistik, duke qenë se jemi në prag, ka nisur përgatitjet nga bashkitë, cilat janë masat që janë ndërmarrë? Faleminderit. Momentin që ne përkufizojmë vetë aq më shumë të ëndër disa dekada që vetë shoqëria shqiptare ka proces integrimi, vetvetiu nënkupton që të gjithë jemi duke u përgatitur dhe për t'u bërë gati momenti që jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Bile unë mendoj që edhe momenti që ne jemi vend antar i Bashkimit Evropian, absolutisht ne do kemi punë për të bërë, për të rritur dhe për të përmirësuar funksionimin e gjitha institucioneve, por këtu patjetër duke përfshirë bashkitë. Shko, procesi integrimit është shumë kompleks. Edhe ne duhet jemi të sinqertë që ajo objektiv ambicioz që qeveria shqiptare ka, që ne duhet përmbyllim kapitullin 2027, që ne jemi duke punuar fuqimisht çdo ditë dhe që fatmirësisht çdo gjë po shkon mirë, vetvetiu nuk do të thotë që çdo gjë është zgjidhur. Por unë mendoj që procesi integrimit kërkon detyrimisht, sidomos deri në momentin që ne bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian, do të kërkojë një transformim radikal të gjitha institucioneve. Dhe kur flasim për bashkitë, unë gjithmonë e përmend faktin që një lloj mënyre një tsunami është duke ardhur nga pikpamja rregullative dhe e përgjegjësive të reja dhe standardeve të reja që bashkitë duhet plotësojnë, si rrjedhoja e procesit të integrimit. Kjo nuk është era e parë që ndodh, kjo ndodh për çdo vend i cili dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ne duhet të ndryshojmë jo thjesht pjesën po e quajmë institucionale, rregullative, standardeve të tjera me radhë, por patjetër edhe një lloj mentaliteti që është shumë i rëndësishëm. Dhe besoj që shpeshherë mentaliteti ndonjëherë është më i vështirë, ndonjëherë më pas gjithmonë është më i vështirë për të ndryshuar sesa një paketë ligjore. Dhe ky realitet i ri i cili ne do të ballafaqohemi, i cili po vjen shumë shpejt, kërkon shumë energji
nga të gjitha institucionet, edhe ato lokale, që përveç se ato duhet jenë të gatshme për të ngritur veten e tyre në një nivel krejt tjetër, por dhe ne duhet jemi po ashtu aq të ndërgjegjshëm që duhet i facilitojmë në këtë sfidë që ato kanë, qoftë nëpërmjet reformës territoriale, qoftë nëpërmjet instrumentave si Akademia e Pushtetit Vendor, instrumenta për sa i përket digitalizimit shërbimeve vendore, rritjes kapaciteteve etj. Me radhë. Sepse kjo është një sfidë e përbashkët, kjo është një sfidë që ne duhet ta kuptojmë, nuk është një sfidë që i përket një sektori apo një tjetër. Kjo është një sfidë që ka shoqëria shqiptare. Kjo është një sfidë e cila prek çdo qelisë shoqërisë shqiptare. Kjo është një sfidë e cila prek që shpeshherë ne anashkalojmë, po prek sidomos sektorin privat. Kjo nuk është një sfidë thjesht për qeverinë, apo për shtetin, apo për bashkitë. Kjo është një sfidë që prek çdo qelisë të shoqërisë, sektori privat, shoqërinë civile, patjetër institucionet. Dhe është një sfidë jo e lehtë, duhet ta pranojmë këtë gjë. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që ne kemi qasjen e duhur dhe ne po ndërtojmë instrumentat e duhur që këtë rrugtim, sado sfidues të jetë ai, ne të arrijmë që t'i përgjigjemi me sukses. Sepse roli i bashkive, dhe unë këtu po kaloj te pjesa e dytë e pyetjes, është shumë i rëndësishëm, sidomos kur ne flasim për sa i përket përfitimeve që Shqipëria do të ketë nesër si vend antar i Bashkimit Evropian. Një ndër paketat kryesore që ka integrimi ose përfitimet që vinë si rrjedhoi e të qenit vend antar i Bashkimit Evropian është patjetër fondet e kohezionit, të cilat fokusohen te zhvillimi rajonal. Dhe në këtë pikë bashkitë kanë një rol shumë të rëndësishëm, sepse ato duhet të jenë gati që të dinë se si të përfitojnë nesër. Dhe nuk është fjala se thjesht se si të përfitojnë, por ato duhet në një njëjtën kohë që të plotësojnë standardet, qoftë të mënyrës se si përdoren të ardhurat, qoftë duke plotësuar standardet e auditimit, se po flasim për totalisht një sistem regulativ krejt tjetër nga ai çfarë ne kemi sot. Sot ne përdorim sisteme të ngjashme regulative thjesht në programe që financohen nga Bashkimi Evropian, siç mund të jetë IPA. Por pjesa tjetër është një sistem regulativ që ne jemi mësuar dhe kemi traditë caktuar. Por i gjithë ai sistem regulativ do ndryshojë dhe do të bëhet i njëjtë me atë që ka vetë Bashkimi Evropian. Dhe jo vetëm bashkitë, po cili do institucion i cili përfiton nga mbështetja që vjen nga Bashkimi Evropian duhet plotësoj standardet që sot BE-ja aplikon. Dhe kjo është një sfidë institucionale jo e vogël. Për sezonin turistik, fatmirësisht ne kemi bashki sot që sezoni turistik nuk ndalon më. Dhe ky është një lajm i mirë, besoj, për turizmin tërësi, por patjetër për komunitetet që jetojnë në këto bashki. Kuptohet që ne i referohemi sezonit turistik në mënyrë klasike, sidomos kur afrohet periudha e verës, dhe patjetër që edhe numri i turistëve shtohet në mënyrë drastike. E para, bashkitë janë duke punuar ngushësisht me qeverinë, Ministrinë e Mjedisit, por jo vetëm Ministrinë e Turizmit, sidomos për ato të cilat janë shërbime parësore, sidomos kur flasim për pastrimin. Pastrimi vazhdon të jetë një sfidë territor, qeveria vazhdon që të mbështesi bashkitë me instrumentat e duhur për të realizuar këtë shërbim. Kuptohet ne nuk jemi në lartësinë e duhur, ne duhet ta pranojmë këtë fakt, është e rëndësishme që ne t'ia vëmë emrin problemit dhe pastaj mund të kemi mundësi që të gjejmë zgjidhje. Ne besojmë që ka akoma shumë hapësirë për të përmirësuar për sa i përket menaxhimit të mbetjeve në tërësi. Kjo nuk duhet të jetë një gjë sezonale, kjo nuk duhet të jetë një gjë thjesht për sezonin turistik, por duhet të jetë një qasje e strukturuar institucionale duke filluar në nivel vendor, por patjetër edhe për agjencitë e qeverisë qendrore. Ne jemi duke ndërtuar që të jemi sinqert, ose jemi në fazën e diskutimit edhe me Ministrinë e Mjedisit, edhe me aktorë tjerë institucional, por edhe me vetë bashkitë, për të ndërtuar një model shumë të qëndrueshëm, sidomos kur flasim për mbetjet në të gjithë pjesët e territorit. Duhet kuptojmë që menaxhimi i mbetjeve fatkeqësisht ne e kemi perceptuar gjithmonë sikur është thjesht një detyrim në zonat urbane. Në fakt nuk duhet të jetë e tillë. Dhe ne duhet të garantojmë që brenda një periudhe kohe të pranueshme, ne të garantojmë mbulimin 100% territorit nga ana e bashkive.
fenomenet që ne shohim kur bien rreshe për shembull, dhe ne shohim grumbuj të mëdhenj veturinash në zona të caktuara, sidomos ku ka prenj, lumenj etj me radhë. Duhet kuptojmë vjen si rjedhoj e ujrave që vinë nga kodrat, nga malet, nga zonat rurale dhe ato pastaj fillojnë dhe uji i merr përpara. Prandaj mbulimi i territorit është shumë i rëndësishëm dhe ky shërbim duhet shtrinë 100% territorit. Është sfidues, ka kosto. Bashkitë duhet të kenë muskujt institucional të duhur, por patjetër dhe ato financiar në nivelin e duhur për të garantuar këtë shërbim në 100% territorit. Por nuk ka zgjidhje tjetër. Nëse do kishte një zgjidhje më të thjeshtë, besoj që do ishte zgjidhur. Unë besoj që ne jemi duke punuar me bashkitë, po ashtu me Ministrinë e Mjedisit për ndërtuar një model të qëndrueshëm, metodologji të duhur edhe për sa i përket jo thjesht mbulimit, por edhe për të qenë qëndrueshme nga pikpamja financiare, sepse duhet ta kuptojmë që bashkitë janë në pozicion që patjetër kanë dhe dëshirë ta shtrinë shërbimin, por ajo ka një faturë të caktuar. Është komplekse si qasje, patjetër që kjo është një zgjidhje më afatgjatë, por nëse flasim për sezonin, gjitha bashkitë kanë filluar sidomos me pastrimin e plazheve, të brigjeve detare, por jo vetëm të liçeneve dhe zonave të tjera ku ka flukse të mëdha turistike. Ne kemi miratuar në qeveri, siç u jeni ndjeni gjatë muajve të fundit, VKM të përkatëse, si përsa i përket stacioneve të plazheve, por edhe kontratave tip që kanë të bëjnë me marrëdhëniet kontraktuale, me zhvillime më të mëdha turistike. Gjithmonë fokusi ka qenë që përfituesit fundor të ardhurave të jenë gjithmonë bashkitë. Kjo është e padiskutueshme. Bashkitë këtë vit kanë një rol më të madh të administrimit të plazheve në territorin e tyre. Unë besoj që kjo është rruga e duhur që ne duhet të ecim përpara. VKM-ja, mos harrojmë, ka një risi shumë interesante e cila ka të bëjë me çmimin tavan që bashkitë do të vendosin me vendim këshillë bashkiak për sa i përket tarifave që do të ofrohen për qytetarët. Ky është një rol që bashkitë tashme janë duke luajtur dhe besoj që në këtë kontekst, sidomos për zonën bregdetare, përgatitja po ecën shumë mirë. Kuptohet që Shqipëria tashmë ka një turizëm i cili prek gjithë territorin, ne kemi shumë bashki të cilat janë në brendësi të territorit, të cilat po ashtu po përgatiten, jo thjesht duke bërë një lloj mirëmbajtje të gjithë infrastrukturës e cila duhet kuptojmë pati edhe sfida si rrjedhoje sezonit të rreshjeve, që të jemi të sinqertë, sidomos kur flasim për rrugët e bardha, në zonat të thella etj me radhë. Bashkitë janë duke punuar që gjithë ky rrjet rrugor të jetë tashmë në kondicionet e duhura për sezonin që ne do të kemi përpara, por mbi gjitha patjetër për banorët e këtyre zonave, dhe kuptohet që po ashtu me bashkitë dhe Ministrinë e Kulturës jemi duke punuar fuqimisht për sa i përket kalendarit të aktiviteteve, të cilat janë shumë të rëndësishme për sezonin turistik, të cilat duhet ndodhin në territor, për një agjendë më të ngjeshur për sa i përket aktiviteteve, duke përfshirë dhe muzet brenda kësaj pakete, dhe kuptohet që bashkëndimi punëve midis bashkive dhe ministrive të caktuara, siç mund të jetë ajo e kulturës dhe turizmit apo Ministria e Mjedisit, është patjetër një punë që ne e bëjmë çdo ditë për të krijuar një sinergji të mirë midis gjithë aktorëve dhe mbi të gjitha për t'i dhënë përgjigje asaj që ne gjithë duam, që kemi një sezon turistik sa më të suksesshëm, dhe që mbi të gjitha të cilët vizitojnë territorin në cilën do bashki të ikin me përshtypje sa më të mira. Bekim Vici, Ora News. Zoti Ministër, para disa ditës, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato zhvilloi takim me 2 bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Territoriale. Në përfundim pati një reagim zyrtar nga ambasada ku kërkoi që nuk duhet asesi që shpejtësia me cilën do duhet të miratohet reforma të veprojë në kurriz të cilësisë së saj. Nga ana tjetër ka edhe disa zëra ekspertësh që propozojnë një zgjatje të punës së Komisionit të Reformës Territoriale për aq kohë sa cilësia që e ceket edhe ju duhet të jetë parsore dhe jetëgjatësia e reformës po ashtu të jetë, le të themi, parsore. A ka gjasa që të shtyhet puna e Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën territoriale dhe a është pro maggioranca socialiste që në zgjedhjet e ardhshme të mund të shkohet me ndarjen aktuale territoriale vetëm për t'i dhënë më shumë kohë Komisionit? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë besoj që ne nuk kemi pse negociojmë midis kohës dhe cilësisë. Unë besoj që ne kemi kushtet e duhura për të ndërtuar një reformë cilësore, por
kuptohet që kjo automatikisht nënkupton një qasje konstruktive nga gjitha palët. Unë kam vetëm një pyetje, ne jemi në muajin mars, komisioni i posaçëm është konstituuar në muajin tetor. Me të njëjtën metodologji ne mund të mbasim edhe 4 muaj të tjerë, mbase nuk kapim dot as 2031. Kështu që kjo është relative. Ajo çfarë është e rëndësishme unë e kam me shumë sinqeritet. Unë besoj që kushtet janë të atilla që realisht ne të kemi reformë cilësore, sepse qasja e qeverisë, që të jemi sinqert, është shumë e qartë që ne thjesht duam ndërtojmë një sistem që është në të mirë të menaxhimit të territorit. Kemi asnjë agjend fshetë as diçka. Dhe palët duhet të jenë të paktën të plotësojnë atë çfarë kërkuan kur komisioni i posaçëm u ngrit. Që ne të kishim një komision të posaçëm i cili do të bashkëdrejtohej, asnjë palë nuk bënte dot pa palën tjetër. Për shkak se ne besojmë që kjo do të jetë një reformë gjithëpërfshirëse, edhe atë komision të posaçëm ne bëjmë me një metodologji si komisioni i zgjedhjeve, i kodit zgjedhor. Tani për të kërcyer tango duhen 2. Se ndryshe i bie ta bëjmë break dance. Por ne jemi shumë të hapur dhe të motivuar që roli i qeverisë nuk diskutohet, që është atje konstruktive dhe për të mbështetur komisionin. Patjetër ne kemi dhe do të bëjmë ditur edhe qasjen tonë dhe çfarë mendojmë ne, dhe patjetër unë do të jem edhe përpara komisionit për të një lloj mënyre për të informuar komisionin për atë çfarë ka sjellë reforma gjatë 10 viteve të fundit, çfarë janë sfidat e së ardhmes, çfarë duhet kemi ne në konsiderat gjatë procesit, por unë besoj që kjo është një çështje që komisioni ka marrë përsipër për ta çuar përpara dhe unë kam shumë respekt për gjithë anëtarët e komisionit. Unë besoj që ne kemi brenda komisionit të gjitha kapacitetet, po e quajmë njerëzore, politike, administrative, me eksperjenca shumë dinamike të diversifikuara midis anëtarëve, dhe besoj që vendatarët e komisionit, momentin që fillojnë lëvizin mekanizmin për ta çuar përpara dhe me qëllimin për të bërë një reformë të mirë, patjetër që reforma bëhet. Por nëse ne kalojmë në një proces ku ne thjesht duam të ndërtojmë ose të krijojmë situata që thjesht e ngadalsojnë procesin, thjesht me idenë për të humbur kohë dhe pastaj të themi s'ka kohë, ka ngele 10 minuta nga përfundimi i afatit, unë besoj që kjo nuk është një strategji as e vështirë për të kuptuar, por mbi gjitha është një strategji jo produktive për vetë ata të cilën e ndjekin, sepse ne kemi parë dhe strategji tjera që ka pas bojkot drejt për drejt. Por gjithsesi, unë besoj që kjo javë, unë besoj që është java e fundit nga komisioni që të marrë qëndrimin e vetë dhe të fillojmë të ecim pastaj me gjithë atë metodologji që vetë komisioni po përcakton, nuk e caktojmë ne, komisioni do ta përcaktoj vetë, në mënyrë bipartizane. Ndoqëm drejt për së drejti fjalën e ministrit të pushtetit vendor Ervin Demo mbi nismat e pushtetit vendor si dhe rëndësinë e reformës territoriale. Ne ndërkohë do të vijojmë me të tjera informacione. Kuvendi miratoi sot në seancë plenare projekt rezolutën e hartuar nga mazhoranca për shpalljen e Iranit shtet terrorist. Ky vendim vjen si pasojë e rritjes së tensioneve në lindjen e mesme dhe të sulmeve kibernetike nga hakerat iranian të përsëritur edhe pak ditë më parë ndaj kuvendit të Shqipërisë. Shqipëria ka shpallur zyrtarisht Iranin shtet terrorist. Projekt rezoluta e Partisë Socialiste u miratua këtë të martë në një seancë të posaçme parlamentare me 79 vota pro dhe 1 abstenim. Kreu i grupit parlamentar socialist, Tauland Balla, në fjalën e tij tha se Shqipëria mbetet e palukundur në luftën ndaj terrorizmit. Terrorizmi nuk është vetëm një akt dhune. Ai është një strategji e qëllimshme friksimi, destabilizimi dhe minimi të rendit demokratik. Ai godet civilët, godet institucionet dhe godet edhe parimet mbi të cilat është ndërtuar sistemi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Ajo është sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë,
për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkaq, kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, tha se për Shqipërinë kjo nuk është vetëm një çështje gjeopolitike. Prej vitesh, raportet dhe vlerësimet shumëta ndërkombëtare kanë dokumentuar mbështetjen e strukturave shtetërore iraniane për grupet armatosura jo shtetërore, si dhe përdorimin e strukturave proxy për të ushtruar ndikim dhe presion në rajonet ndryshme, përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe vendin tonë. Për Shqipërinë, kjo çështje nuk është vetëm një debat gjeopolitik. Në vitin 2022, institucionet e Republikës së Shqipërisë u përballën me një sulm të rëndë kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore. Ishte një akt i paprecedent ndaj një vendi antar të NATO-s dhe ndaj institucioneve tona demokratike. Kjo ngjarje dhe shumë të tjera që kanë ndodhur që nga ajo kohë tregojnë qartë se kërcënimet ndaj sigurisë së shteteve sot nuk shfaqen vetëm në forma konvencionale, por edhe përmes operacioneve kibernetike dhe mjeteve të tjera hibride që synojnë të targetojnë institucionet dhe funksionimin e tyre. Shpallja e Iranit, shtet terrorist, u njoftua disa ditë më parë nga kryeministri si pasojë e rritjes së tensioneve në lindjen e mesme dhe një sulmi kibernetik të hakerave iranian ndaj kuvendit të Shqipërisë. E ndërkohë që lufta me Iranin ka shkaktuar pasiguri të mëdha, Shqipëria po vuan rritjen e çmimit të karburanteve. Po a është vetëm lufta? Sipas një analize të Altax, në Shqipëri rreth 50 deri në 60% e çmimit të karburantit përbëhet nga taksat e tarifat. Thënë ndryshe, edhe nëse nafta do të jepej falas, vetëm taksat dhe kostot e tjera do ta çonin çmimin rreth 130 lekë për litër. Çmimi i naftës në Shqipëri nuk mund të jetë më i ulët se 130 lekë për litër, apo e thënë ndryshe, ky nivel është dyshemia nga nis çmimi për konsumatorët shqiptar. Sipas një analize të Altax, në Shqipëri rreth 50 deri në 60% e çmimit të karburantit përbëhet nga taksat dhe tarifat, si akcizë, taks qarkullimi, karbon, TVSH, taksa vendore dhe tarifa. Kjo për shkak se 40 lekë për litër aplikohet akciza mbi naftën, 30 deri në 32 lekë llogaritet TVSH. 27 lek taksa e qarkullimit dhe 11 lek taksa e karbonit dhe të tjera, duke e quar nivelin e taksave në 110 lek për litër, apo 50% të çmimit final. Ndërsa 10% e përbëjnë kostot logjistike dhe marzhi i fitimit dhe 40% është kosto reale e produktit. Konkretisht, kostot operative punonjës energji qira llogariten në 6 deri në 8 lek për litër, ndërsa marzhi i fitimit 7 deri në 10 lek për litër, kurse kosto reale e produktit rezulton rreth 80 lek për litër. Referuar analizës, kjo strukturë është arsyeja kryesore që çmimi final mbetet i lartë edhe kur çmimet ndërkombëtare bien. Në terma praktik, edhe nëse nafta do të blihej falas, vetëm taksat dhe kostot do ta çonin çmimin rreth 130 lekë për litër. Së dyti, në tregun shqiptar zbatohet një elasticitet asimetrik i çmimit. Tregu shqiptar karakterizohet nga fenomeni ku rritjet e çmimit reflektohen shumë shpejt dhe uljet reflektohen më ngadalë. Kjo qasje reaguese e tregut lidhet me strukturën oligopolistike të tregut dhe stokun e karburantit. Arsyeja kryesore lidhet me strukturën e tregut dhe menaxhimin e stokut, sepse operatorët rrisin çmimin menjëherë kur kostoja rritet për të mbrojtur marzhin, por e ulin më ngadalë për shkak të stokut të blerë më shtrenjtë dhe konkurrencës së kufizuar në treg. Së treti, rritjet fiskale që vijuan edhe në vitin 2026, ku çmimi është ndikuar edhe nga indeksimi i akcizës plus 1.5% dhe rritja e taksës së karbonit në 4.5 lekë për kilogram, kanë shtuar presionin fiskal mbi çmimin final. Në kushtet e një çmimi rreth 200 deri në 201 lekë për litër, duke qenë se karburanti është një nga produktet më të fiskalizuara në ekonomi, shteti është përfituesi kryesor i çmimit final. Pesha e produktit real, pra nafta si mall, është më e vogël se pesha fiskale, si dhe çdo rritje e taksave ose çmimeve ndërkombëtare përkthehet menjëherë në inflacion, pasi karburanti ndikon drejt për drejt në transport, ushqim dhe logjistik. Ekspertët kanë sugjeruar që në kushtet e rritjes së çmimit, qeveria të ndërhyjë me uljen apo heqjen e akcizës së naftës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, shtregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.
Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.